Mbas edhe përmendët në moshën 14 vjeçare, si e komentoni këtë rast kur ka lind një vajzë në moshën 14 vjeçare? Në fakt, lindja në moshë 3 gjithmonë dhe lidhet nga ajo mungesa informacioneve të mjaftueshme rreth edukimit, rreth mbrojtjes. Ne sot nuk marrëdhënia seksuale te moshat e reja fillon në moshë më të re se sa që ka filluar më herët. Edhe tash normal që këto nuk është e pamundur me i ndalu, megjithatë duhet mungesa e edukatës seksuale, mungesa e mbrojtjes nga shazanitë e padëshirueshme, normalisht mundet me sjellë deri te kjo gjendje. Dhe normalisht që nuk është moshë e përshtatshme për atë shtatzan, për atë nanë që është bën në moshën 14 vjeçare, sepse në radhë të parë ajo rrezikon pak shëndetin e saj gjatë procesit lindjes. E dyta, edukimi i vetë nanës, nana vetë ka nevojë për edukat ende. Pastaj ajo duhet të rrisë atë fëmijë dhe ta edukoj. Pastaj edhe në atë kontest ka shqetësime për një mos edukim të mjaftueshëm. Për këtë arsye gjithmonë një edukat seksuale e mirëfill, domethënë edhe institucionale, do të ishte mjaft e mirë dhe do t'i pakësonte numrin e këtyre rasteve.